Nenad Savesky mori mbështetjen e kuvendit për postin e kryeprokurorit publik. Votimi i tij kaloi me 66 vota pro, 2 kundër dhe 8 abstenime. Gjatë debatit në kuvend, deputetët nuk kishin asnjë kritik për përvojën e tij, por debati u përqendrua në pjesën se sa ai do të ketë sukses të arrijë besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Nema razgovor, nema debat. Nuk ka debat, ku nuk ka kritika serioze për sistemin prokurorial, gjyqësor, ashtu siç nuk është rastësi, rejtingu i këtyre dy institucioneve është rreth 2%. Kjo do të jetë një detyrë serioze për prokurorin e ri publik që do ta propozojmë, master Nenad Savesky, një njeri që ka qenë në sistemin prokurorial dhe gjyqësor për një kohë të gjatë me përvojë serioze, një njeri që ka qenë prokuror, gjyqtar dhe tani do të ketë përsëri shansin të jetë i pari midis prokurorëve. Nga LSDM, duke shprehur qëndrimin e tyre për prokurorin, thanë se nuk janë kundër emrit të tij, por kundër faktit se ai është propozimi i qeverisë. Noviot predlog zakon sodrži nekoliko. LSDM nuk voton për, as kundër, nuk votoj më kundër, sepse kjo do të interpretohej nga qeveria si pengimi i agjendës europiane. Agjenda europiane është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, ndryshe nga ajo që e lat më një anë, edhe pse Savesky ka përvojë punë disa vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe është njohës i procedurave, por nuk e përjashton shqetësimin për kontroll politike. Deputeti Skender Xhepi Zeti kujtoi se pse qytetarët shqiptar kanë besim shumë të ulët në sistemin e drejtësisë. Në këtë qytet, shumica e qytetarëve, po në veçanti shqiptarët, kanë qenë ata të cilët kanë qenë të zhgënjur nga prokuroria, sepse ndaj tyre nuk është zhvilluar proces drejtësie, por drejtësia apo prokuroria është shndruar në instrument i drejtësisë selektive. Këtë nuk po e them për arsye politike, por e them për arsye në besueshmërisë aq të ulët që është në institucionin e drejtësisë dhe në prokurori. Ndërkaq Irina Hajdari, koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, tregoi qëndrimin e tyre. Kushtet formale juridike, kandidati në fjali plotson, por pritshmëria jon është që ai do të duhet të kujdeset maksimalisht që drejtësia të mos jetë selektive. Për të gjitha këto arsye, grupi ynë parlamentar ka vendosur të mbajë qëndrim të përmbajtur në këtë votim dhe do të abstenoj. Deputetët e koalicionit Vlen të pranishëm në sallë nuk morën pjesë në debatin për zgjedhjen e prokurorit publik. Nenad Savesky ishte propozimi i qeverisë.